Shqipëria ka sot shansin e madh për të kualifikuar për herë të parë në histori në play-offin e Kupës së Botës. Për ta bërë këtë ëndër realitet, Kuqezin duhet të fitojë në mbrëmje ndaj Andorrës dhe mundësisht me golead për të mos i lënë në dorë asgjë rastësisë. Paralel me Shqipërinë do të luhet dhe ndeshja direkte e grupit tonë, ajo mes Anglisë dhe Serbisë, sfidë kjo që do të zhvillohet në Wembley. Kuqezin duhet të fitojnë patjetër ndaj Andorrës dhe njëkohësisht të shpresojnë se Anglia do të mundë Serbinë. Sfida mes Shqipërisë dhe Andorrës do të luhet në qytetin e Enkamp në Andorra, në stadiumin ndërkombëtar të Andorrës. Sfida do të nisë në orën 20:45 dhe për skuadrën tonë kombëtare do të jetë e parafundit në grup, por me shumë gjasa mund të jetë dhe e fundit me rëndësi për rezultatin, pasi një fitore e jona dhe një humbje e Serbisë ndaj Anglisë do të sillte kualifikimin tonë në play-off. Ditën e djeshme, skuadra ka udhëtuar në drejtim të Andorrës. Prej ditësh Kuqezin kanë qëndruar të grumbulluar në qytetin e Barcelonës, ku edhe kanë zhvilluar seancat stërvitore në prag të takimit ndaj Andorrës. Skuadra ka qenë plot në urdhrat e trajnerit Silvinho dhe fatmirësisht në stërvitjen e fundit që Kuqezin kanë zhvilluar, kanë munguar dëmtimet dhe ekipi duket në gjendje shumë të mirë për ndeshjen e mbrëmjes së sotme. Sfida mes Andorrës dhe Shqipërisë do të luhet në temperatura relativisht të ulta. Gjatë fillimit të ndeshjes, temperaturat pritet të jenë rreth 7 gradë, ndërkohë që mund të zbresin edhe me 2 gradë deri në përfundim të takimit. Megjithatë, pozitiv është fakti se do të jetë kthjellët dhe nuk pritet që të ketë rreshje shiu. Si rrallë herë deri më tani, Kuqezin parashikohen si fitues absolut të këtij takimi, për më tepër duke parë faktin se luajmë në transfert. Kështu, kompanitë e basteve kanë kuotuar fitoren e Shqipërisë me koeficient jashtëzakonisht të ulët që shkon deri në 1.2, ndërkohë një fitore mundshme e Andorrës është kuotuar me koeficientin e lartë 22, gjë kjo e rrallë për ndeshjet e Shqipërisë. Një koeficient të lartë që shkon deri në 6 ka edhe barazimi. Ndeshja mes Andorrës dhe Shqipërisë do të transmetohet në Supersport dhe Klan TV.